me ja kthy hakun. Nëse dikë e kemi nënçmuar, kemi ofendu, e kemi sulmu me fjalë, me shku me alip halallëku, me i thonë më falë për çka fjalë që ta thash. Më falë që të lëndova, më falë që të akuzova, më falë që të mërzita, më falë që të trazova. Nëse e kemi keq përdorur ndonjë mall, ndonjë pasuri, ndonjë antar të familjes, duhet me ja kompenzu atë keq përdorim që ja ke bë, atë dëm që ja ke shkaktu. E në qoftë se ka të bëjë me prishje raportesh në një mënyrë apo tjetër, duhet me insistu që me ndrejt që atë raport që e ke prish. Por ndryshe nuk pranohet pendimi tek Allahu subhanahu wa taala në raport me njerëzit. Sepse kur kemi të bëjmë me Allahun, Allahu i fal gjitha nëse don, se është hak i Allahut. Por kur është fjala për hakun e robit, Allahu e fal vetëm atëherë kur e fal robi që i ke hyrë hak. Pse? Është prej drejtësisë Allahut me u kujdes për hakun e atij që i ke bë padrejtësi. Allahu kujdeset për çdo viktim. Dhe prej drejtësisë absolute të Zotit është që pa ta bë halal çaj që i ke bë zullum në një mënyrë apo tjetër, Allahu s'ta fal. Se i hyn hak atij që ti ke hyn hak nëse ty ta fal. E Allahu nuk bën padrejtësi. Prandaj duhet mu halallshtis sa më shpesh mes vete, me kërku halallëk, edhe kur jemi mirë, që nuk e dim, ndoshta e kemi thonë në fjalë që i kemi lënduar dikën, ndoshta e kemi lënë dikon pa gjumë, e ndoshta ka rrjedh lot për atë fjalë, e ndoshta kemi përçan familje, ndoshta jemi bë shkak që dikush mos më martu, apo dikush më martu me dikë që s'dash më martu, ndoshta jemi bë shkak që dikush më humb pasuri, e ndoshta jemi bë shkak që dikush më humb edhe fëmijë. Nuk i dihet. Prandaj është mirë vazhdimisht na me alip halallëku njëri tjetrit edhe me abo halal njëri tjetrit.